Nuk e ki sakt. A i përfaqëson edhe minoritetet, a i flamun nuk i përfaqëson asun. Po i përfaqëson. Po, si do që tjetë? Ti e ki mendimin tonë për simbolet, mujnë mos me m'pëlqy, edhe aty mbaron. As ti asun nuk jemi kundër shtetit Kosovës. Apo, a jemi dakord për këtë punë? Për dire so jemi dakord që aty unë dakord. Edhe jom shumë mirë. Unë punoj për shtetin e Kosovës, do thot jemi dakord për atë fjallë. Po vetëm një gjao po më intereson, se ma herët e përmene edhe këto është gabime që po flitet mas shpeshi. Ti the kombëtarja Kosovës. Duhet spaku, po e pranojnë faktin edhe është i pashmangshëm që kemi 2 ekipe futbolli. Po është vetëm një kombëtare. Tjetra është përfaqësuese shtetnore e Kosovës. Ajo përfaqëson shtetin e Kosovës. Shumë saktë. Vetëm kjo është pak sofizëm zoti Ismaili. Jo, vot kuptimi është i ndryshëm, sepse në kuptimin kushtetues, fjala kombëtare, termi kombëtar është i barazvlefshëm me fjalën shtetërore. Kështu që tash, a dhe kjo sofizëm nëse e bëjmë sa do të hajde spaku ta dinë të bëjnë që dallim. Definimit e gabuar të etnisë, është ekip shtetëror i vendit, po. Sa kemi nevojë se definimi që përdoret ndryshe në një pjesë të Evropës, ndryshe në Azinë, ndryshe në Afrikë, edhe ndryshe në Amerikë, na kriju neve debatet kota. Po pajtohemi, po ne e kemi edhe teatrin kombëtar. Se teatrin po pranojmë që këtë tjetë kombëtar i Kosovës, po kjo senka. Hajde unë e shmangi krejt. Nëse i thojmë të dyjave kombëtare, nëse i thojmë të dyjave kombëtare, po teatri që po i thu edhe këti edhe ati. Lutëm lem të kry. Nëse i thojmë të dyjave kombëtare, po qënë drejt kësaj shkëputje se identiteti që po thëtë po jo, gabim, kush do që interpreton kështu e ka gabim? Edhe na e dim edhe na pajtomi populli është i njëjtë, etnia është i njëjtë, gjua është i njëjtë. Kom Kosovar asnjoni nuk synon me poshtë. Edhe austriakët dhe gjermanët që e kërjuasizëm se një shtetë ishin verdhë blu. Kush është bëja gjiu i verdhë një kom falë se ishin një shtetë. Është e ardhmja, Unioni Evropian. E ardhmja është e kuqezi bashkë. S'do të ketë as Shqipëri. Unë besoj që do të vitë turp më vonë kur ta kujtosh të mohabet. Asimja. Kur bashkohet Shqipëria me Kosovë të jetë një shtet, siç jemi një kom, mas ja 10 vjet është 15. Bashkuan vetëm në Unionin Evropian. E të kishim posë këtu njerëz që kishin luftuar për atë punë 1912 në shtajshim kushtet. E se kishin posë. Kishim ushtria dhe ishim osmanët. Po nuk kishim as njerëz që për çfarë luftonin atë? Kujt pimoni? Për çfarë flamurin? Son njerëz kanë me luftuar sot Asimja pasaj zhej. Ne dashuri për flamurin më shumë nga Kosova na ka ardhur. Agresive Më shumë nga Kosova.